para meje, Sokol Bashota ka lëshu pëlqimin për atë fabrikë, për para meje. Por masi ky nuk u konë se ky ishte marru 10. Kur është të vërtet? Thjesht unim kohë 10 vjet me dartë kisha marru. E ke shumër ta kom dëshuar. Jo. Për këtë soi, zoti Elezaj ka dhënë një leje për fabrikën e cementit në një zonë të banuara me qytetar, ku i mbledhur dikon mbi 5.000 në shkrime si peticion për me ndalu atë fabrikë, dhe ky ka dhënë edhe kushtet e hetimit, edhe lejen ndërtimore. Prandaj në fund Zenon me ta ka bushkëlje për to. Sokol në fund së ndërtua ajo cimentore. Nga presioni publik e kemi diskutu këtë, po Zenon përgjigju. Për para meje, Sokol Bashota ka lëshu pëlqimin për atë fabrikë, për para meje. Por masi ky nuk u konë se ky ishte marru 10. Kur është të vërtet? Thjesht unim kohë 10 vjet me dartë kisha marru. E ke shumër ta kom dëshuar. Jo, aty ke manipulu. Ti aty ti ke manipulu me një paragraf ligjor që është. Me një paragraf kur duhet ti ato, nëse e gjon dikun që kësaj fabrike i kom dhënë pëlqim unë, atëherë unë nuk garoj më për kryetor. Pak para zgjedhjeve në 2017. Po ti si organ komunal mos po ja ke dhënë pëlqim. Fal, Rani i Arbenit. Rani i Arbenit. Veç pak sekond. Për të vetmin rast, në nënshkruajnë edhe drejtorët përkatës, po në nënshkruajnë edhe stafi zyrtar. Vetëm në rast me fabrikën e cementit kanë nënshkruar vetëm stafi politik i kryetarit, dhe ju ka shmong edhe se kanë nënshkruar ata ligoshi, nuk e kanë nënshkruar nuk sherrë këtë projektin as lejen. Zenon, kohën tënde. Leja ndërtimit fabrikës cementës është lëshu me qenë se janë plotësuar të gjitha kërkesat që kërkohen për më lëshu leja e një fabrike cementës. Pas komunikimit sipas informata që kanë nga drejtoria e urbanizmit. Edhe këto ka marrë vendim asambleja komunale me shfuqizu vendimet, por që ka qenë vlerësimi i ligjshmërisë së vendimit antiligjor nga Ministria e Linjes. Ministria edhe Komisioni i Pavarur për Minera Minerale, edhe Ministria e Mjedisit përmes Ministrisë së Pushtetit Lokal. Zenon, veç me di gjendjen e tanishme, se kemi diskutuar këtë punë përpara në debate, po tash, a marrohet fabrika, a s'marrohet? Çështja është gjykatë, na nuk e marrojmë, na e kemi tërheq lejen. Tash, nëse çështja është në arbitrazh. E kemi tërheq, a bën jeta, e kemi tërheq lejen. E kemi pezullu për shkak se Ministria e Mjedisit e ka pezullu pëlqimin e Mjedisit për ndërtimin e fabrikës. Mirë, fal, Arbeni po pret me fol, një herë Arbeni. Jeta leja është dhënë faktikisht, edhe ka pas një presion qytetar goxha të madh në komunën e Klinës, duke u tubu përmes peticioneve. Unë kam qenë antar i asamblesë komunale, edhe peticioni ka ardhur në asamble komunale, na I kemi dëgjuar kërkesat e qytetarëve në vazhdimsi, edhe asambleja e ka mbështet peticionin kundër ndërtimit të fabrikës. Kjo ka qenë edhe ecuria asaj, po të mos ishte presioni qytetar, po njëkohësisht edhe asamblesë komunale që kjo punë të ndalet, edhe të jemi me popullin edhe me qytetarët, ndoshta fabrika sot veç ish në ndërtim e sipër. E kemi përcjell ka pas debate për këtë punë, jemi të njoftuar, po du me dojnë tema tjera që ju lidhin me premtimet e të ardhmes, se kjo punë o diskutu në debate. Ramez. E kërkove fjallën e po ta fjallën. Vetëm deshta këtë tha Arbeni që ka qenë pikrisht presioni qytetarëve, pikrisht I atyre zonave që e rrethojnë këtë fabriku është dash të ndërtohet që nuk ndërtohet, I banorëve të Gremnikut, të Dolcit, të fshatrave për rreth aty, zajmit e tjerë se e përfshin atë pjesën e rrafshit të Klinës, ka qenë presioni që ka bën ndalimin, por edhe Ministria e Linjes që ka marrë një vendim të tillë. Do të shkoja tutje të tema radhës nëse Zenon s'ki që ka me thona, po të diçka? Okej. Po du prej mesit Ramez po e filloj me ty temën e radhës. Arsimi është temë rëndësi, sa shkolla keni me I pilotu për mësim gjithë ditor në 4 vitet e ardhshme? 1 minutë, urdhna. Jeta unë vetë kam qenë periudhën më të mirë, kam punu në arsim. Arsimi është shtylla e ndërtimit të shtetit, dhe tash po flasim për komunën e Klinës. Është
si projekt pilot, duhet mas pari siguruar kushte për të mbajtur një mësim tërditor, kur e dim që komuna e Klinës të gjithë gati banorët vërshojnë aty dhe jënë ngarkuara sidomos 2 shkollat fillore, shkolla fillore Ismet Raci dhe Motra Qiriazi, aty spari, po paraprakisht duhet siguruar një kuzhinë qendrore, se ata fëmijë duhet të ushqehen dhe duhet kenë kushte për të mbajtur mësim gjithë ditor. Si pilot projekt spari kisha tentu që në këto 2 shkolla të fillon projekti për mësimin tërditor, e mbasandej edhe në shkolla tjera ku ka kushte për me mbajtur një mësim të tillë.